Protesta e opozitës e zhvilluar të dielën mbrëmë në Tiranë u përshkallëzua me incidente, duke rezultuar me arrestimin e 15 personave nga policia, të cilët dyshohen për hedhje molotovi dhe në kundërshtim të efektivëve gjatë veprimeve për ruajtjen e rendit. Një grup tjetër prej 9 personash, mes tyre 5 të mitur, u procedua në gjendje të lirë pas verifikimeve të kryera nga uniformat blu. Autoritetet njoftuan se në kuadër të hetimeve u referua edhe deputeti Klevis Balliu për veprat penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime e manifestime, si dhe për shtyrjen e të miturve drejt veprave kriminale. Policia thekson se veprimet ishin pjesë e organizimit të protestës dhe ndikuan në përfshirjen e të rinjve në veprimet rrezikshme. Përveç koshave të mbeturinave të djegur, një automjet policie u përfshi gjithashtu në incident. Përplasjet filluan pranë kryeministrisë, vijuan më pas tek disa institucione të tjera qeveritare dhe përfunduan pranë kryqëzimit të rrugës së Elbasanit. Në këtë përballje, 6 punonjës policie mbetën të dëmtuar nga tubimi dhe morën mjekim në spital jashtë rrezikut për jetën. Të lënduar në këtë tubim mbetën edhe disa qytetarë të cilët pretenduan se u dhunuan nga policia. Ata u vizituan nga avokati i popullit, i cili në një reagim publik bëri thirrje forcave të rendit për vetëpërmbajtje dhe profesionalizëm, pavarësisht dinamikës së protestës. Gjithashtu theksoi domosdoshmërinë për transparencë mbi protokollet e përdorura nga policia për përshkallëzimin e forcës dhe përdorimin e mjeteve për shpërndarjen e turmave si gazi, lotësiellës apo uji.